Një moment që do të bësh i kotet spulash, po them kotet spulash po e zënj, të vjen IMT, IKMT, policia bashkiake, policia e rendit, edhe nuk ose të vinë në zbatim të ligjit, po të vinë dhe të thonë 5.000 njoni, 5.000 tjetri, 20.000 euro. Shive vetë, këte se unë nuk... Ajo gjysma e burrave që janë me men në kokë, nuk mërziten fare nga gjithë to që them unë. E din dhe e pranojnë janë çyrët. Unë për veten time e pranoj. Në takimet e fushatës, Edi Rama shpesh faqet si shërbëtori i popullit teksa qytetarët ngrejnë zërin për korrupsionin. Në Shkozë, gjatë një dëgjese për ndërtimin e një fabrike armësh, skema prish ku një banor denoncoi hapur rishfetin që kërkon inspektorët e IMT-s dhe policia lokale për legalizim dhe ndërtime të vogla. Në vend që do dëgjonte shqetësimin, Rama shtonin akuzoi qytetarin për shkelje të ligjit dhe fajsoi atë se kishte ndërtuar pa leje, duke i kërkuar që ose ta denonconte formalisht në polici ose ta heqte përgjithmonë. Reagimi i kryeministrit tregoi qartë se ai nuk e sheh qytetarin si viktimë të një sistemi të korruptuar, por si fajtor që nuk guxoi të denonconte publikisht. Në fund të takimit, edhe ministri i Brendshëm Ervin Hoxha ndërhyri duke i kërkuar qytetarit të mos fliste më për korrupsionin. Ky incident ilustroi se si pushteti në vend që do ndëshkojë abuzuesit kërcënon denoncuesin dhe mbro mekanizmat e ngritura për të mbajtur në këmbë finansimin e fushatës elektorale. Për Edi Ramën dhe administratën e tij, rregulli pa shkruar i fushatave mbetet. Gjithçka duhet të duket perfekte, ndërsa të vërteta shqetësuese shtypen me arrogancë dhe intimidim. Nuk ka rëndësi, pse fillojmë të votës. Nuk kemi për votë. Si gjithë tjerë, për zotin po, kjo zonë është kështu gjithë. Si gjithë tjerë funksionon. Po janë shumë gjana kështu për hapin. Sot ka... Do t'i vesh emër. Leso. Mundësi, për do të nësiti bashkjo. Këtë të jana, shua dhe iket. Lëri këto lëri. Shumë mirë të bëjë, shumë mirë të bëjë. Lëri këto të në, gjot. Se një drejtur të gjuhe ma të në të këndër. Më fejnë së të gjithë që do të ishme mu të denonësot personit të lek. A nuk lejot në banë të qahalë të mjarë. Jo, pa tjetër. Gjitha. Kemi kreministër.